Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi së bashku për të komentuar në fakt një ngjarje që mua po më shqetëson pafund. Nuk e di pse produksioni nuk reagon kundër drejt labinotit. Unë në fakt kam patur një respekt të veçantë për Labin, sepse e vlerësoja shumë si artist, por me lëvizjet e fundit dhe me këtë fenomenin që përdorën familjarët, përdorën nënën e Elionës brenda shtëpisë, që ne domethënë kemi patur folur për Benitën që përmendi nënën edhe Labinoti ka qenë jashtë në atë kohë, domethënë ka informacione për Elionën dhe ti thot një vajzës që ti ke ikur nga shtëpia që Eliona e pranon me krenari që ka ikur nga familja gjermane për të shkuar tek familja e saj, domethënë historinë e Elionës e kam shpjeguar në detaje, mendoj që është e padrejtë. Unë mendoj që Labi pak e ka rëmbyer kjo shtëpia e Big Brotherit, ndoshta ka krijuar të bindjen që unë jam fenomen jashtë edhe po merret me një vajzë 18 vjeç. Mendoj që Labi nuk duhet merret me Elionën, ka shumë banorë të tjerë aty brenda që janë më konkurrent të fortë, synojnë më shumë finale nëse do të shkojnë në finale. Por që tolerohet domethënë të prekën në familje dhe nuk ka reagim nga ana e produksionit, mua nuk më duket e drejtë. Unë mendoj që Labi duhet patjetër të ketë një mesazh nga ana e publikut, qoftë edhe një dron, që të vetisohet se nuk është e bukur tani domethënë të kërcënojnë banorët njëri tjetrin me familjarët. Unë mendoj që këto banorë nuk kanë lojë të tyre dhe loja e tyre është të përmendin familjarët, të flasin për familjarët dhe të sillin familjarët brenda shtëpisë së Big Brother. Dua të marr mendimin tuaj.